Premierat e sezonit artistik të Teatrit Bylis, ku dua të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë prapavijen, stafin teknik për angazhimin dhe për kushtimin maksimal, por një falënderim i veçantë shkon për Bashkinë e Fierit dhe drejtoreshën e pikërisht Zyrës së Kulturës dhe Turizmit, Adriana Mile, e cila për hir të vërtetës, jo vetëm për këtë komedi dhe për këtë shfaqje, është vazhdimisht e interesuar që publiku të Fierit të kthehet në një stacion të rëndësishëm dhe publiku të mos i mungojnë shfaqje të vazhdueshme. Dhe kjo besoj është një hap shumë i mirë për gjithë komunitetin teatror shqiptar. Do ta kemi Driata Dervishin si regjisore me aktor të Fierit? Unë jam shumë e lumtur, ka marrë vesh që trupa sapo erdha gjatë kohës që kemi punuar këtë javë në Fier, mësova që trupa është shtuar me aktorë të rinj dhe kjo është një hap shumë i mirë. Më gëzon jashtëmase ky fakt, është një dhe kjo nuk thuhet thjesht për të hir të thënit, por sepse shoh si një proces të domosdoshëm që teatrët të mbijetojnë, të kenë mundësi vazhdimisht të fusin të rinj, aktorë të rinj, në mënyrë që teatri të mos e humbas fuqinë e tij dhe energjinë krijuese. Është shumë e rëndësishme që të formohet një trup së pari. Të Teatri i Fierit, ashtu si dhe shumë teatrët të tjerë kanë pasur, siç e dim, përpara të gjithë tranzicionit, trupa të konsoliduar dhe me fytyrë, po themi të formësuar, por që për hir të vërtetës ky tranzicion i post-tranzicionit për teatrin ka vazhduar pak më gjatë se sa duhet. Jo që është pozitive, është që po merren hapa për ta rikthyer dhe për të formuar një trup. Në moment që do të ketë një trup të paktën dhe me 3 aktorë të tjerë, për mua do të ishte një kënaqësi. U bë prej 5 vitesh që unë jam pjesë e repertorit të Teatrit Bylis, kështu që për mua do të ishte thjesht një kënaqësi. E rëndësishme është që të ketë një trup të konsoliduar dhe të plotësuar. Faleminderit dhe gjithmonë urime.